Mirë se erdhët në Mashqip. Vrasjet të shumta kanë ndodhur në Shqipëri. Fatkeqësisht edhe ditët e fundit duket se janë shtuar. Por historikisht muajt e verës, korriku dhe gushti kanë pasur gjithmonë rritje të ngjarjeve kriminale. Kjo ndodh edhe sepse shumë shqiptarë që kanë aktivitet kriminal jashtë vendit kthehen në Shqipëri gjatë verës dhe pikërisht këtu lajnë sapët me njëri tjetrin. Gjithashtu ndjekja dhe ekzekutimi i objektivit është më i lehtë në Shqipëri se sa në shumë vende të Bashkimit Evropian, ku monitorimi i rrugëve me kamera sigurie është shumë i zhvilluar. Siç duket, monitorimi i rrugëve është kthyer tashmë edhe një nga sfidat e qeverisë Rama, e cila prej kohësh ka paralajmëruar projektin për monitorimin e akseve rrugore me kamera sigurie, të cilën e ka quajtur Smart City. Me pak fjalë bëhet për kamerat inteligjente që do të monitorojnë akseset rrugore, do të lexojnë automatikisht targat, do të identifikojnë automjetet e kërkuara, makinat pa siguracion ose pa kontroll teknik, si dhe do të ndihmojnë në zbulimin e shkeljeve të trafikut, por edhe ngjarjeve të rënda kriminale. Ky model është vendosur tashmë në disa vende si Italia, Arabia Saudite, Singapori e Kina. Tani po synohet të zbatohet edhe në Shqipëri, e cila mund bëhet vendi më i parë në rajon që përdor këtë sistem të kamerave inteligjente. Në fakt ne kemi qenë dëshmitar se kamerat e tilla ishin vendosur më parë në rrugët e Shqipërisë, por jo nga shteti. Ato ishin instaluar nga grupe kriminale të cilat monitoronin zonat e tyre dhe rrugët kryesore për interesat, kuptohet, të këtyre grupeve. Për t'i parandaluar këtë raste, policia ndërmori një aksion për heqjen e tyre, por asnjëherë nuk u zbulua se kush i administronte dhe kush ishin pas tyre. Gjithmonë vetëm propagandë. Duke qenë se vrasjet janë shtuar dhe nuk vlen më shpreha e kryeministrit hangëshin kokat e tyre, qeveria ka menduar të instalojë këtë kamera për të monitoruar dhe ndihmuar në zbardhjen e atentateve që mund të ndodhin. Sipas kryeministrit, pasi sistemi të jetë plotësisht funksional, nuk do të ketë më makinat e djegur të autorëve që largohen nga vendi i ngjarjes. Sa do të realizohet kjo mbetet për të parë. Fatkeqësisht ne kemi parë në dosjet e Spakut dhe nga bisedat e SKCC se grupet kriminale kanë manipuluar prova dëshmitare, madje sipas akuzave në dosje dhe ekspertë të policisë shkencore, pra laboratorit. Jo vetëm kaq, por gjatë periudhës së kanabizimit skandali arriti aty sa u fikën edhe radarët e ushtrisë, që skafet e mbushura me hashash televizionin të qeta drejt Malizi, Italisë apo Greqisë. Prandaj lind një pyetje, a do të jenë këto salla monitorimit të paprekshme nga ndërhyrjet? Kjo është një pikpyetje që vetëm koha do t'ia përgjigjen. Nga ana tjetër, kritikët flasin edhe për kostin e lartë, por edhe për privatësinë dhe rrezikun e mbikëqyrjes masive. Sipas